Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot do ta nisim me protestën. Sot kemi një nga zërat më të fortë të protestës. Ajo është Arjan Koçi. Arjan, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdha. Dua ta nis me pyetjen e parë. Po. Çfarë ke punuar në Angli? Gjithë e din, jam një njeri pastër edhe jetën e kam nisur nga zero, domethënë nga lavapiac, si e thon DJ. Edhe aty kam marrë me sallat, me tomate, me speza edhe kam përfunduar me picat, me pulat, me stekat, me peshkun dhe gjithmonë vit pas viti jam rritur në pozicion. Je bë Masterchef. Masterchef edhe grizhinier dhe kryegrizhinier, që ka më shumë përgjegjësi me pastërtinë, pesë yje, domethënë ka shumë përgjegjësi. Po akuzat që ka hedhur jo mbrapsht ndaj teje sa të vërteta janë. Zero. Njiheni personalisht ju të dy? Unë se një farë, se di që... Unë se di si e ka i mbe emrin, ase e rjom se ku më thanë se di si kishte emrin, se nga që kam ikë 13 vjeç... Se pikërisht të zgjodhi ty? Sepse çunat e Londrës etikohen, domethënë diaspora gjithmonë etikohet me këtë fjalën që Angli, droga, me krem, jo gjithë merren me drogë ose me gjethe, ose me lule, ose me bahar. Ka dhe djemë që merren me punë pastra, po një pjesë e këtyre na përfaqësin dhe ne edhe na fik dhe emrin, na jepi emër të keq. Po ti je një nga çunat e Londrës. Unë në fakt nuk jetoj në Londër, jetoj në afër Skotësisë, mezin e Anglisë. Jetoj në Newcastle, po të pak a shumë është quhet North East of England, e kap gjysma Anglisë. Dhe Londra kam qenë 3-4 herë, 5 herë. Kam dhe 2 vëllezër që jetojnë në Londër, i përshëndes. I përshëndesim vëllezërit. I du shumë. Dhe është thjesht etikim. Kaq. Çfarë të solli që të protestojnë në Shqipëri? Do thënë këtu e shumë vite ne presim për një Shqipëri më të mirë, për korrupsionin, për krimet, çdo gjë do ndryshojë, do të vi një Gen Z, gjenerata e re, new generation, do të më lënë të rit ta marrin këtë shtet edhe ta udhëheqin, sepse mosha e këtyre ka falemenduar. Besoj në rinin. Ti mendon se do të udhëheq Gen Z? Jo Gen Z, po ne Gen Z ne përkrahim kushdo që të vinë pushtet. Ti je pjesë e Gen Z? Po mund të jem, po. Beson të Gen Z se mund të arrijë? Po, besoj. Ne kemi bërë më shumë, thëmë studentët, ne diaspora, unë kam përfaqësuar diasporën. Unë sa e ka ardhur diaspora, unë kam me video, me dron, se unë jam dhe bëj dhe video montazh me dron. Po ti kesh pa, po droni më ka thyer momentalisht. Kush ta theu? Protesta. 3 drona kam thyer, minus 2000 pound të drona kanë ik. Ka shumë shpenzime i protesta. Po ta dini? Jo, nuk e dim. Prandaj të morëm ta tregosh se sa shpenzime ka protesta. Ka shumë shpenzime dhe më shumica mendojnë që jam i financuar nga parti ndryshme, ku diun, Shehaj. Ti parë krah Agron Shehaj. Po, pse nga që bëra një video me Agroni dhe më ndihmoi për se ku fillua protestën, domethënë kanë tentuar 2 herë të ma bëjnë Instagramin kam bërë report që not human, domethënë nuk je njeri. Edhe herën të ditë vinte ajo me ftyrën edhe me u verifikua, jam unë as jam unë. Edhe pastaj, duke kaluar, ishte Agroni aty, e thash mundësish, ky mund të më ndihmoj mua, ta rris këtë shqetësim. Ishte edhe Frida ishte që bënte videot, edhe bëm një video, kaq. Që atëherë s'kam kontakte me Agronin, thjesht është një që ka rritur zërin më shumë se tjerët. A kupton? Ka folur. Mendon se janë më të pastër se pjesa tjetër? Po, mund të jenë pastër, besoj, me sa duket, me sa video shohin, mund të jenë pastër. Nuk i njoh, thjesht është një opinion. Çdo kush ka opinionin e tij, mund të flasi. Po patjetër. Po. A mendon se prishet protesta nga ndërhyrjet partijake? Unë mendoj se edhe mund të prishet. Edhe mund të prishet, prandaj nuk kam zgjedhur as parti, prandaj jam independent, jam solo. Domethënë jam vetëm, nuk kam as parti, as shok. Domethënë kam marrë këtu vetëm, s'kam shok. Ti proteston vetëm? Vetëm, protestoj vetëm. Nuk bashkangjitesh me ndonjë grup të protestës? Nëse më ecë mohabetin, nëse kemi të njëjtat, domethënë, unë bëj video, nëse ai bën video, unë bëj video. Është një djalë, është nga Kamza, ka emrin Gersi Qosja, ai bën video, që ditën e parë ne kena ecur gjithmonë bashkë. Ai bën shok. Kena bërë shok. Kena qenë shok para protestës. Ai ka bërë video ku ishin në këto festat e Christmas, si thon. Krishtlindje, se me shqipen jam pak s'ka problem. Ku ishin Krishtlindje bënte video, dhe unë suportojmë njëri tjetrin, sepse puna e nuk është punë artisti, thjesht është punë videografia ose video që bëjmë na me dron, ka shumë ka shumë editime,
edhe ne ndihmojmë njëri tjetrin. Qenë edhe fotograf. Fotograf nuk kam se po e kam që fotografi, po vetëm kam më shumë, thon diaspora ku kam pa vitet mia, domosdoshmë ku shfaq çamëria, flamuri. Njerëzit më ka thonë që po më ashtu po u dridhen trupi. Por Rinqethen, edhe unë jam ndjerë shumë i kënaqur që e kam përcjell atë pjesën e diasporës që mund të kemi qenë 100.000 veta besoj, o mos më shumë. Ti ke ardhur nga Anglia vetëm për protest? Vetëm për protest. Sa vite ke jetuar andaj? 2012 deri present, deri tani. Kur mendon të kthehesh në Angli? Kjo se Rama e kam bën një vit, se Rama jep dorëheqjen ose ky e thyem këtë pushtet, unë kthehem, që nesër. Ka edhe pse kam marrë pasaportën. Në Shqipëri nëse Rama jep dorëheqjen të jetosh në Shqipëri? Po, normale. Pëlqen Shqipëria, unë dua shumë Shqipërinë. Para protestës, unë postoja Gjirokastrën, postoja Ksamilin, postoja kulturën, postoja veshjet tona që ka Shkodra, postoja vetëm për Shqipërinë. Po tash në Instagramin tim kam qenë Culture of Albania. Unë kam bliles një nga shokët e mi, po Bledi Gonxha para se më të kishim një konflikt privat, më ka bë follow. Po, Ministri Kulturës, apo jo? Më ka bë follow në Instagram. Edhe bravo, puna ime. Po sa unë vazhdova me protestën, kjo bërë miku im. Po normal, sa ajo është në pushtet. Ku ishte koncerti Kanjes, dhe më bëra një aty, Tao Balla, të përshëndesim, nuk jena 3.000, jena 50.000. Edhe kjo thoshte, kjo është qeke shumë super me AI-n. Aja nuk ishte AI, aja ishte një foto e gjeneruar vërtet, dhe kam dhe dronin e kartë kam aty, akoma. Footage-en e protestës i kanë gjitha të ruajtura, se një ditë shpresoj mund të vijë dhe Netflixi, se këtë po mundohemi të bëjmë. Bëjmë një për shembull dokumentari o Flamingo Revolution of Albania. Inshallah vjen. Sa interesante kjo. Po, do besoj se në qoftë se ky bie, domethënë një nga që do bie se s'ka ku shkon, do jetë një nga Flamingo Revolution, domethënë. Si dihet? Ai ka thënë që unë nuk ai nuk jep dorëheqje, po. Ne jemi më shumë. Ai pse ndodhi Poliçan? U doqën kartat. PS u doqën. Edhe në fshat, edhe në qytetin tim Librazhi që nga e vjen im që viun, është shumë PS, sepse kanë frikë, janë punë njerëzit. Edhe kanë frikë protestojnë. Atje nga është Ulan Balla. Po. E pas ke Patriot. Patriot, po s'na lidh gjë. Ai është unë jam kundër sistemit. Nëse jo e Rama, kush mund të vi? Kushdo që të vi, vetëm të vi një ri i pastër. Berisha? Jo. Wow. Pse? No way. Why? Kamaru. Ne mezi po presim ta përcjellim tufin. Jo, kështu mos folti, luaj vendit, jo kështu ja. Stafrolla. Kështu është keq. Jo. Unë mendoj, i kam bërë propozim, se më ftu edhe kafe Marin Mema, i bërë edhe propozim Marinit, hajde, ke supportin ton, unë nuk do të futem politik, thjesht ke mbështetjen ton, dhe mund të suportojmë. Në qoftë se ke nevojë për, si quhet, se këtu ka dhe probleme me mund të vrasin, mund të ndjekin, kërcënime, si kanë dy jashtë ndjekin mu, vjen ke lagja ime me foton time. E njihni këtë djalin, ka marrë dhe kërcënime. Mua më duket sikur ti ke i qeve dhe ti futesh pak vetë politikës, të pëlqen politika? Nuk pëlqen politika, sepse ka shumë angazhime dhe tani që unë jam duke marrë protestën, është shumë i angazhuar. Kam lënë boksin, kam lënë shtëpinë, kam lënë biznesin, kam lënë familjen, kam biznesin tim. Do me thënë një aq protestues. Po, kjo ka që ditën e parë, dhe kjo stampa, edhe ku ishim në Bruxelles, se kemi qenë në Bruxelles, kemi përsu dhe në Bruxelles ne. Kam qenë una me Dorina Memën, që na ka ftuar Dorina Mema, ishim në Bruxelles, mbledh nga 30 veta, edhe kena bën një protest jashtë Parlamentit Evropian, edhe aty kena shpreh. Edhe aty kanë bën një video të vogël 30 sekonda për Belindën. Belindën në burg edhe mos dali. Edhe dje kena prit i orë aty spak, nuk erdhi. Sa po ikëm ne, u fut. Po kanë edhe frikë. Ne jena protestesa më e bukur që ka ndodhur në historinë shqiptare 36 vjet, protestë paqësore. Po jo gjuajtja me vesë, çfarë është? Unë s'kam gjujt në vesë personalisht, po ishin ca etiki me faqesh që më thuat, edhe dikush nga këto faqe kishte bën një montazh bukur. Ari arrestohet për 4 vezë, kurse Ilir Beqaj del nga burgu për miliarda. Po, doli nga burgu ai. Doli, ç'a bën, ku jemi? Tani e kupton ti ku jemi. Tani e kam kuptuar edhe kam marrë shumë mesazhe. Ari largohu sepse e kanë provuar shumë njerëz të tjerë dhe s'ja kanë arrit. Edhe do mërzitës nëse nuk ja arrin. Nuk do mërzitën, thjesht ka qenë një, si ti thot, kjo do bëhet histori, do ngel histori, domethënë.
do të fut ministri, edhe ju, edhe gjithë kush marr protestën do të fut ministri. Se gjithë kanë kontribuar. Kanë kontribuar pa interes. Unë kam një pyetje. Po. Pse zgjedhni pikërisht vezën? Po pse nuk shkoni të merrni ato domatet e kalbura të fshatarëve? Po pse unë kam bën një video në Instagram? Juani me domate. Po, Klea, kam 2 javë që u bë thjerri. Janë fermerët. Ku janë fermerët që thonë nuk shiten, tomatet nuk shiten, nuk eksportohen jashtë Europës. Do thonë një herë që vëjt ajo mandarina u kthy mrapsh, sepse kishte shumë pesticides. Pesticides është një ilaç kimikal që ka kaluar. Edhe u kthy mrapsh. Ta bën propagandë. Ta thonë po shitet mralli jon, po shkon jashtë. Nuk vjen kthehet mrapsh se si kalon, nuk i kalon të Europës. Standardet e Europës nuk i kalon. Ashtu siç e përmendëm më parë, ashtu çka kanë shkruar që ti je arrestuar për 4 vezë. Ti je shoqëruar disa herë në komisariat. Një herë. Dje. Në orën 1. Sa? Duke ecë rrugës, isha unë edhe ajo vajza Bora, nga që arrestuar ajo, në një mënyrë si puna ime, me shtetësi kanadeze. Duke ikë shtëpi e morën dhe ata futën makinë. Nga hiçi të morën të futën makinë? Nga hiçi. Ku ishe ti, çfarë bëje? Na trego pak më shumë detaje rreth kësaj. Ishim te Spaku. U mblodhëm aty, nuk e di, 10-20 veta, kishim parolat tona që ku janë parat tona. Ju lutem Kanye West koncertit të si e thon. Lekët tona të bëhet një ku janë lekët, domethënë, si shpenzohen 4 biliard euro, ku na skemi shëndetësi, skemi spital, skemi ambulanca. Këta parolla kishim na. Edhe un pata atë më kërson që pëlqen shumë, që ishte dyshi një dele dhe 300 apartamente. Ai ishte një nga edhe fura dhe muzikën 2 dele 300 pare. Po. Edhe u bë virale. Po. Aty kishin civila, po unë civilat i njoh tani. Se u bën 2 muaj. Ata janë të lezetshëm se arrin me kapele, arrin me zeza, me çanta, me xhinse, me kputuc. Edhe ruajnë kështu, majta zgjata, se diktohen mbi sy. Ju shoqëruan në komisariat, çfarë ndodhi pastaj? Pas më shumë se duke hec për dorë bam këtu, isha duke bë video me telefonin tim self defense, anglisht mbrojtje të drejtë mia. Ky na ke çfarë tha mu, bam, ma mori telefonin, dhe unë isha akoma duke Civili, po. Kështu, pam. Isha akoma duke bë video unë, thash ç'a bëni? Kush jeni? Ku keni baxhin? Na prezantoni kush jeni? Se në angli, do thon hello, Klea, you're under arrest. Të thot sanctioning për çfarë? Kurse këtu të vjen kap rrugës, fut makinë. Çfarë ndodhi pastaj? I thash sa po më arrestoni, a kam ndonjë gjykim, a kam ndonjë penale? Jo, hajde me ne. Një nga ato u bë pak agresiv. Hajde këtu, më futi një sharje, pas pa e them këtu se s'na lejon për moshat e. Ju dhunuan? Pak, po nuk ndihem në kërcënim. Pak tu edhe më muli kokën te makina dhe më shtyu aty, futu mrena. Bum. Domethënë komën e komunizmit akoma. Morën telefonin, nam telefonin, thash marr avokatin, ma dha telefonin. Ma mbajtën. Avokati sa marrë dot? Avokati po smesh dha avokatin, mamin priste, mam 20 thirrje të humbura. Unë mendoj se ju kam pikasur pak. Po, shumë, nga që unë jam një nga, më thonë që jam një ma frymëzuesi, kam frymëzu shumë njerëz, djalë si ti, trim ku je, i dua më shumë djemë Shqipërisë si unë, nuk je i shitur, nuk je i bler. Tani kanë kuptuar nga që më arrestuan, tani janë 100% sigur që. Sa të mbajtën në komisariat? 1 deri në 5 duket, s'kan drejt më shumë. Çfarë të thanë? Emër mbi emër, s'kisha kështu, se s'kam kartë shqiptare, kam vetëm pasaportën britanike edhe patentën angleze, se nuk e kam rinevu ata kartën se se përdor. Se ke emrin mbi emrin, dhënat, aty më s'kisha as koncesioner, ishte Hamburgu, them katastrofë, ma kisën Kolumbi. Kaq i keq. Kaq i keq, shumë i keq. Ai nuk ishte burg, ishte një se këta janë paraburgim, nuk di si quhen shqip, paraburgim. Paraburgimi paktën ishte katastrofë, skandal. Po kur janë spitalet katastrofë, çfarë po pret ti për institucionet e tjera? Po kishte më merr frym rena, na blloku frymat, domethënë kam heq bluzën edhe e tmerrshme. Më the që ke pasur 20 thirrje nga mami. Po. Çfarë thot familja jote për këtë angazhim që bën ti? Pse bën? Janë në merak gjatë gjithë kohës? Po, shumë merak. Biles shumicën e familjes kam shkëput kontakte. Nuk flasim më. Me kë? Me caf.
pjesëtar familjes. Nuk flasim që kemi folur me teze, me daja, domethënë. Sepse janë shkëputur. janë mbështetës të Ramës. Jo, janë në thjesht të Burkina. thonë pse shtyn veten atje, do të vrasin. Friksohesh frikson. ndonjëherë ti? Edhe friksohesh se njerëz jemi, edhe prekmi, e kupton, edhe mund s'unë kam bërë dhe video, nëse dorni të vdisni, nëse dorni të frisni, unë jam i pari, hajde më vrisni. Jep jetë për Shqipërinë. Po, domethënë, nëse ne shkojmë luftë, do luftojmë siç luftoi çka jo. Je djalë me vlera. Inshallah ka më shumë si ne. Je djalë me vlera. Bravo. Një bravo e madhe për ty. Unë do doja një mesazh nga ana jote për Erion Braçan. Erion Braçe kamera. Erion Braçe bibi lushi la 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 la. Kjo që më kam mësuar çuna në shesh. Kaq. Je një mijush i vogël. Shumë shpejt do të vitë ty fundi. E keni tregu fytyrën gjithë kush jeni. Të gjithë. Të gjithë. Na keni falementuar si shtet. Domethënë, na keni çuar aq poshtë sa po merrni punëtor nga 30.000 tani të vinë nga Vietnami. Pse ka pak shqiptar këtu pa punë? Ja unë era Filipinas. Pse me 300-400 euro? Heqin mamat tona, gjyshit tona ose nuk e di unë kush rrit, çunë të gjash, i heqin nga puna, marrin tuajt me 300 euro, me 400 euro. A kupton çfarë bëhet? Makabër. Janë kauza Krim. shumë të mëdha. Ne vujmë për punëtor, marrin tuajt me 300 euro. Ti nëse rikthehesh në Shqipëri, me çfarë do të merresh? Çfarë do të Do merrem atë që kam bërë gjithë në restorante, në biznes tjetër do shikoj Vërdall, mund të zbres Durrës, mund të zbres Ksamil, mund të zbres Vlorë. S'u kam marrë dhe në Mars për këtë punë, me hap restorant. Po thënë, me u kthyer, me kriju një familje, me njoh ndaj vajzë, me kriju familje në Shqipëri, sepse nuk dua që partnera ime të jetë huaj, do të flasin tradisht shqiptarë, të flasim shqip. Dhe kam një mall të madh për Shqipërinë sepse mungon efemeria nga që nuk kam përjetuar jetën time të feminisë, nuk kam përjetuar në Shqipëri dhe ndjej një mall, thonë që fëmia im një ditë rritet në Shqipëri. Pse të rritet në Angli? Mund të rritet në Angli, mund shkoj në shkollë, mund mësoj anglisht, mund të flasi, më thonë me thex British accent, po prap flasi dhe shqip, jetoj këtu, isoj është një rrok do marrim, një ditë do vdesim. Më thej që të krijoj familjen të gjej një vajzë. Po. Në protest ke gjetur ndonjë vajzë? Jo. Kena shku për protest, shumica thonë, jemi për protest, edhe unë kam marrë drejtimin që jemi për protest dhe kemi vajtë për protest. E ke pikas ndonjërin aty në protest? Akoma jo, ka shumë vajza, janë shumë mirë, janë shumë cilës, më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur. Faleminderit shumë për respektin që kanë krijuar ndaj meje edhe ju falenderoj gjithave. So jam shumë thon pikant me vajzat. Po, nuk çfarë ke pikante? Domethënë, sidomos me workout, domethënë me palestrën, me gjëra kështu. Si thonë, me stërvitje. Je selektiv. Selektiv, po jam selektiv, shumë selektiv. Kaq. Cila është ajo femër që të përmbush kriteret ty? Një femër thjesht, familjare, kaq. Se ndoshta mund të kenë vajza që të kanë qeft, kanë parë në protest, kanë parë shumë, ka dhe ngacmime dhe sociale dhe mesazhe. Ka ngacmime në protest. Nuk e di, edhe mund të jenë ngacmime, po për momentin jena marrë me protestën, kështu që mos thonë që Okej, si duhet të jetë vajza që të përmbush kriteret ty? Thjesht një vajzë thjesht të respektoj familjen kaq. Për marrëdhënie financiare nuk është problem. Tani unë kam disa pyetje për ty. Po. Nëse Edi Rama do të ftonte në një takim sot, a do të shkonit dhe çfarë do t'i thonit? Tradhtar. Nuk shkoja. Biles prandaj kam zgjedhur Juve sepse independent. Domethënë kam marrë dhe nga televizionet e tjera, kam marrë dhe shumë, kam thonë jam busy, nuk kam kohë, i kam refuzuar do. Vetëm pse po newsi me Osmanin që bëjmë video, edhe me Marcelin të edhe Marcelin, po Marcelin, nuk e di si na rastësisht ato që bëj video për atë për Altinin, për Bashon Altini, Arseni ishte ai Marceli ishte përpara, diku pikasëm. Kena bërë shumë video, po si kam hedh akoma sepse mos i krijoj Marcelit një problem. E respektojmë shumë, edhe ku ndodhja me Braçën, thash në çdo që ndodhi thash unë, ty do ta bëjmë një vizë për Angli, thash mos se vrit mendjen. E kam shumë respekt sepse është gazetar. Pëlqen ku futet ai me ato që u ndet mrapa aty në, domethënë dupotetëve është i ka ato ironi. I ka ironinë vetë, them ku e marr kët karizëm, ka vjen. A besoni se kjo qeveri mund të rrezohet vetëm me protesta? Me protesta edhe me ndihmën e Europës.
që Europa ka ndikuar shumë. Diaspora. Sot pritet një protestë e fuqishme? A keni ambicie politike personale? Jo. Familjet kanë qenë me pesen, gjithmonë. Kanë qenë me pesen? Po, janë dhe me pesen, akoma. Janë. Nuk ndikon sepse babi im nuk është punë, mami nuk punon shtet, vllai im nuk punon shtet, ne jena gjithë jashtë. Prindi kam me letrat e residentës të Angli, e kupton, me vizë përhershme. Po thjesht nuk duan që të jenë aty, u pëlqen Shqipëria. Vejnë, rrinë 2-3 javë i muj kthehen. I marr, i lëviz, i çojnë në spitale, biles babin e kam çuar në spital në Angli edhe mamin. Sepse këtu s'ka shëndetësi. Katastrofa. Ose katastrofë. Kush mban përgjegjësinë nëse protesta përshkallëzohet? Çfarë është mendimin shkallëzohet për shembull? Që nëse shuhet. Nuk do shuhet, edhe një protestues tjetër protesta vazhdon. E ka thënë dhe Osmani. Sikur dhe një tjetër këtu në shesh, protesta vazhdon. Me një person? Po, është protestë, shuhet. Është duke shkuar. Nuk do shuhet. Një thirrje do doja tani për mbyllje të kësaj bisede. Po. Një thirrje për të gjithë qytetarët. Nga ana jote, një mesazh. E jani bashkohemi ne. Kjo është moment historik për Shqipërinë, për gjithë ju që keni pensionet 100.000 lekë, s'keni ujë, s'keni drita, nafta 2000, sa është nafta 2020, nafta më është shtret. Ne bëjmë naftë, e transportojmë edhe e blejmë prap. Po. Ç'a bëhet? A kupton, zgjohuni, thjesht kanë thonë zgjohuni. Domethënë, kena kaq vite diktaturë, Masenverit prap diktaturë, paktën fëmijët tonë që do vit, pasardhësit tonë, të kenë një jetë më të mirë, të kenë një jetë europiane, që ne ku të shkojmë në Europë me pasaportën tonë, ku ta shohin, wow, Republic of Albania, na hapen lopatat. Kaq. Të lëvizim free movement. Drejta e njerëzve, gjykata, pronësia, çfarë janë këto sa më shpejt, edhe ujë të pishëm, nuk kemi ujë të pishëm. Këto flasin për Kanye West edhe Beyoncé edhe Jennifer Lopez. Unë shumica shqiptarëve janë mosha e mesme, nuk e din kush. Për ta hequr vëmendjen nga protesta mbaste? Edhe protesta mos shuhet për të pse përdorë lekët e spitalit, lekët e popullit, sepse koncerti është privat, merret privat. Unë kam shkuar për koncert, jam i çmendur mbas koncertit. Unë nuk jam fan si Eminemit. Jam Slim Shady. Unë jam i parë shqiptar që kam qenë 2014-ën gati sa është Wembley Stadium, kapaciteti nuk di sa është, 200-300.000 veta. Wembley Stadium, në një stadium më të mëdhenj në botë në Angli. 2014 80.000, po, 80,000. Unë kam qenë fan si Eminemit, edhe biletat ishin 500 euro, 400 euro, 300 euro, Kanye West, që i mbëlloj Bledi Gonxhia, se ime nuk ja di si e ka. I mbëlloj ky, thiri Ramën, e na ndihmon se po bie nuk po shiten biletat. Eminemi që është fan botrore, biletat ishin 70 pound, 60 pound. Unë si kam. Po të vinte Eminemi do shkoje? Nëse janë protestë nuk do shkoja. Po më që kam marrë pasaportën britanike, kam shumë mesazhe nga diaspora e New Yorkut, e Detroit, kam një kushëri në Detroit, hajde këtej, jeto këtej, hapim një restorant, hapim një biznes, sepse më anë pasaportës. Unë mund jetoj kudo, mund shkoj edhe në Zelandën e Re, mund shkoj edhe kudo në botë. Thjesht prap kam zgjedhur vendin tim, Shqipëri, sepse jam larguar i vogël, edhe nuk dua t'i humbim traditat, kulturën, sepse kena një nga kulturën më të bukura në botë. A kupton? Ushqimin, dasmat, veshjet. Kaq. E dua Shqipërinë. Kaq. Edhe ju duheni me mëdhen tuaj. Po jo të gjithë duan. Gjithsesi Arian, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi, të uroj shumë sukses dhe shpresoj që të arrini qëllimin tuaj dhe gjithë kjo lodhje mos ju shkoj kot. Sot kam një të ftuar shumë interesant. Ai është Xhani. Përshëndetje, se u gjeta. Qa adrenaline o Xhani, ë? Shumë adrenalin, shumë. Shumë adrenalin dhe mua m'jep adrenalin dhe pse s'di që ti bi thuat? Si thuat? Po, të performoj. Duhet të performosh. Shumë më pëlqen shumë tupanat, si veriore që jam, tupanat jam shumë e lidhur me tupanat dhe m'japin shumë adrenalin, kënaqësi dhe tradit. Sepse tupanat kanë të bëjnë me traditën, apo ja? Kanë shumë kanë. Në fakt nuk doja të di se si lindi dëshira jote, se tashmë e ke shndruar në profesion. Normal. Si lindi dëshira jote? Ti je pjesë të jesh një artist. Dëshira ime ka qenë prej babit. Sepse babai na ka bë muzikant, i bie bateris, edhe asaj të rrugë që i vogël, që i moshën 10 vjeç, 9 vjeç u futa tyra edhe una
baterisë. Po ndërkohë më mrapa unë njofta me një DJ, ai quhet Besmi Lala. Edhe në rrugtimin tim ai më ofroi që të fusja me Tupan. Do me thënë, Ai ka qenë i vetmi që më ka fut në atë rrugë. po tjetër kush të kam mbështet gjatë rrugtimit tënd? Sa kohë ke që ti punon me Unë Tupan? Kam qenë në moshën 10 vjeç. Që moshën 10 vjeç. A ke pasur ndonjëherë ndonjë moment që ta lesh fare? Ja, Jeton dot pa iron Tupanit? me thonë drejtën nuk jetohet me ne ti kohë gjatë shumë. Por 2-3 ditë rrim. Rrim, Sa për po më pushim. shumë, po. Çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e gëzimeve të mëdha? Pjesë e gëzimeve. Po, se ti shkon me Tupan. Pjesë e Ç'do të gëzimeve thotë për ty? do të thotë shumë gjona. Shumë gjona, prej dasmorëve, shumë atmosfera mbi dasma, mbi gjitha. Bakshishe merrni ju? Po normal bakshishe që do marrim. Sa mund të marrësh për një natë, për një dasëm? Për një dasëm ka qenë një moment që i kam shku surprizë i dikujt. Ka qenë me DJ Besmi Lala. Për 20 minuta ka qenë diku ke 1,5 milion. 1 milion 20 gjys lek për 20 minuta. Për 20 minuta. Si u ndjeve? Me thonë drejtë nuk e prisja, se në atë kohë kam qenë fare, kam qenë thjesht për shok, edhe s'kam shku ma atë mendimi që do shkosha për lekën. Pas ka qenë surprizë dhe për ty, jo vetëm Po. për personin në fjalë që ke shkuar me Tupan. Cila është momenti që pëlqen më shumë, kur ti shkon në dasëm dhe performon me Tupan? Pjesa Që gëzohen dasmorët, normal që pjesa gëzohen, bakshisheve. ke pjesa e bakshisheve se kam fare këtë, që gëzohen. Por ke dasmorët që i japin alegri, se në atë moment na bëjnë mirë edhe neve, që ndërkohë që gjithë dasmorët janë kom, tu kërcy, ajo është një moment i bukur. Po një moment që janë gjithë dasmorët ullë, A ka Tupani një histori? ka shumë Do na e historie. thuash një? Ka shumë, me thonë drejtën, ka shumë tupanxhi sot, si janë vetëm unë. Ka shumë, që din mirami, bo. Por Tupani, ka i gjotë mi duhet dish ta mash. Po e majte, edhe ajo do të majtë. A është Tupani një pjesë e identitetit shqiptar? Po është. Ashtu si që thash në hapjet e emisionit, mua më pëlqen sepse është edhe pjesë e traditës. Por cilat zona e preferojnë më shumë Tupanin? Më shumë zona Dibra, Burreli, Puka, Tropoja, zona Veriu më shumë. Po Tirana, Shqipëria mesme. Po Tirana shumë pak. Shumë pak. A ke pasur ndonjë dasëm që do të harrosh kur? S'kam pas me thonë drejtën. S'kam pas e gjithë të momentet e mje ka qenë maksimumi vetëm nga gjysë orë. Gjysë orë dhe kam hik. Po kur të martohesh vetë do i bish Tupanit? Po normal që dibi. Po ti tash ja do jesh dëndri apo Po Tupanxhiu? s'ka gjë e në dhondër e në Tupanxhi të dy bashkë. Çfarë fshihet pas një performance në dasëm? Pas një Tupanxhiu? Përveç lodhjes. Lodhje nuk kena neve, po si i thënë nuk e qfashim shumë. Çfarë fshihet? Fshihet pjesa valleve, gjonave, kërcimeve që bëjmë. Janë shumë gjona. Sa të dashur për të mësuar Tupanin, do me thënë ta mësosh në perfekcion, edhe të shkosh të performosh në dasma? Sa të dashur, nuk është dashur shumë, sepse si di bish i lloj vegle tjetër, normal që di bish edhe kësaj. Kjo Maksimumi është vegla më javë ka thjesht? Është Me me thjeshta nuk është, po do të dish. Është Duhet do dish. pak kohë. Po duhet ta kesh edhe me Do ta kesh edhe pasion. në gjak, si i thënë, Gjak. muzikën, do ta kesh në gjak të. Po mirë, po ndonjë Tupanxhi që e vlerëson? Apo nuk janë shumë të famshëm Tupanxhint? Është një, ai është quhet Vali. Ai është sot për sot, Njëshi. Ja. ai është nishi. Do bëjmë Ka dhe më të bashkëpunim? mirë, janë edhe ato dy vëllezërit, Emiliano Hysa dhe Endri Hysa. Ato janë mirët. Po ti ke zënë muzikë, din të këndosh? Ja, Ja, vetëm mira Tupani. Vete mira. Okej, me këtë doja ta bëj një bashkëpunim me një këngëtar, po ti duke i rënë Tupanit, ai duke të kënduar.
Me Mateo Frokun, Tjetër? edhe me Gjergj Lucën. Po me dhe femër më. Ja, me femras. Pse është Fatmira? Është Eli Malaj? Pse s'do doj bashkë Po, me janë. Eli Malaj? Po, zakonisht Fatmira ka tu pangjun e vetë. Mund ta zëvendësosh ti për një këngë. Nuk e di, atë e di Fatmira. Tani, unë jam shumë kurioze të di për jetën tënde sentimentale. Si je momentalisht? Momentalisht, jeta ime është vetëm Tupan. tupan, shtëpi. Je i dashuruar të ta them më shqeta. Si dashur? Je i dashuruar? Ja, si jam e Je i dashur. lidhur? Si ka mundësi? S'na kalon muzika. S'kalon Tupani. S'na kalon muzika, tu marr vetëm me këtë. Kjo është dashuria ime sot për sot. Mendon që do kesh dashuri tjetër që do e zëvendësoj këtë? Po besoj se po. Po. Do Si është femra jote? E ëndrave. Kush është ajo femër që ti përmbush kriteret? Si duhet të jetë? Duhet të jetë. Kemi shumë plot veta për shembull, goca që i kemi në grup valltarët, që edhe këtë pjesë janë dashuruar, janë lidhur, janë fejuar, kanë martuar. Doj një valltarit? Se do. Po që doj këngëtare? Këngëtare më Ti do ishe Tupan Gjiu, i këngëtarës. normal. Repiste besoj do dashura. Po rap. Po si ka ndryshuar dasmat shqiptare ndër vita? Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar si vitin e kaluar. S'ka qenë. Po Pse? Për mira për keq, si ka ndryshuar? ka qenë për mirë. O, kanë vazhduar të bëjnë më shumë dasma? Kanë vazhduar të duke bërë më shumë. Si e përjetove ndarjen? E pretove që i keq, po me kalimin e kohës harrohet. Si e more veten pas ndarjes? Pasi e mora e qik shu si. Avash, si me qetësi. Pastaj në fund? Dhe para punës më le ma mirë me u martu mos. Se? Si e do mami Nusan? Nuk do je për herë, se do që të arris atë nivelin që jam. A shumë, po nëse... Thot ke kohë. Pasi të arrisësh nivelin, ke biseduar ndonjëherë me mamin për Nusën e ardhshme? Kam biseduar. Si e do? Po do që t'jetë gocë shtëpie, do t'jetë gocë punëtore, Tjetër? t'jetë që mos, për shembull, mos flasin, për shembull, shumë gratë që janë të. Pa hajtë më të Okej, tani është rubrika ime e preferuar. Kemi rubrikën që do përgjigjesh për 3 sekonda, para se të vazhdosh të performosh. Tani, je gati? Do përgjigjesh për 3 sekonda. Qa përgjigjet? Dasëm e madhe apo e vogël? E madhe? Tupan apo daulla? Tupan? Valle tradicionale apo muzikë moderne? Valle tradicionale. Nusja apo dhëndri më emocionues? Nusja? Dasëm verore apo dimrore? Verore. Lokal apo ambient jashtë? Edhe ambient, po jashtë, po edhe lokale. Edhe ambient po jashtë, po edhe lokali, okej. Kënga më e bukur e dasmave? Kënga më e bukur ajo konga e Joz Marku që ka po tash. A shumë të pëlqen ty. Vallja që nuk mungon kur? Vallja e Dibrës. Dasmë shqiptare apo dasëm jashtë vendit? Shqiptare. Mikrofoni apo tupani? Tupani. Muzik live apo DJ? DJ. Bjonde apo brune? Bjonde. Veriore apo jugore? Verore. Dua të bëj një përshëndetje për grupin tim me Pik Tupana. I përshëndesim Gert Dukën. Është një nga pronarët më të mirë që ka gjithë Shqipëria. E përshëndesim Gerti ishte? Gerti. Gerti do E përshëndesim. përshëndesim. Tjetër këto përshëndesësh? Mami dhe babi. Edhe ishte dashur, s'toja një mesazh. Po, mbasi edhe do të ishte. ndjeki. Ktheu ke unë se të vish prap. Do vi prapë, okej. Tani është koha për një performancë. Oh.
Xhani, të falenderoj shumë. Shumë Ishte faleminderit. kënaqësi, më ke kënaq. Shumë faleminderit edhe juve për ftesën. Do të jesh gjithmonë i mirëpritur. Shumë Le të uroj faleminderit. shumë sukses, të arrish me atë suksesit dhe se pastaj kur të bësh shumë i famshëm, mos thuaj që jo po nuk vi më Klea. Jo, atë se them kurrë. Do Ashtu. t'jem sa më shpesh këtu ke ju. Sa më shpesh se kemi nevojë dhe për pak Shumë faleminderit. Rita. Tani do të jemi në lidhje direkte me astrologun që ju e keni pëlqyer shumë. Ajo është Afrodita, astrologe vedike. Afrodita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Atëherë, si do jetë muaji i gusht për shenjat? Atëherë muaji i gusht për shenjat do të jetë shumë i veçantë dhe në fakt kemi ca ngjarje të dramatike në muajin gusht, sepse do të ndodhin shumë gjëra. Mbi të gjitha kemi edhe 2 eklipse, por në përgjithësi do të themi pak gjërat në përgjithësi Pa, dhe pastaj marrim të gjitha shenjat, në rregull? pa. Atëherë në 1 gusht kemi bërë dhe bashkë intervistën biles, Venusi hyn në Virgjëresh, që është një dobësim jo shumë mirë, sepse Venusi nuk ndihet shumë mirë në Virgjëresh. Në 2 gusht Marsi do të hyjë në Binjak, në 5 gusht Mërkuri do të hyjë në Gafore, në 17 gusht Dielli do të hyjë në Luan, në 22 gusht Mërkuri do të hyjë në Luan. Pra kemi një lëvizje në këtë muaj kemi lëvizje të jashtëzakonshme të planetëve. Pra do të kemi shumë ndryshime. Dhe gjëja që është shumë e veçantë në këtë muaj, pra janë 2 eklipset. Kemi 2 eklipse. Eklipsin diellor në 12 gusht, në rregull? Po. Të flasim një 2 fjali për eklipsin diellor dhe kemi dhe eklipsin hënor. Atëherë me 12 gusht, pra është një ditë shumë e veçantë, duhet ta shënojnë njerëzit këtë gjë. Ndodh sigurisht unë po flas gjithmonë për astrologjinë vedike, e cila është shumë e saktë dhe me orar të saktë çdo gjë. Do t'japim pastaj për orarin kulminant që është eklipsi diellor dhe hënor për Shqipërinë. Në rregull që ta kenë parasysh publiku. Eklipsi diellor do të ndodhi në shenjën e Gafores dhe astrologjia vedike na jep shumë detaje. Ndodh në një yësi, në një nakshatra që quhet Ashlesha, kështu i quajnë ata. Dhe simboli i kësaj është gjarpri. Oh. Transformimi i thellë, çfarë do të thotë kjo? Transformimi i thellë, heqja dorë nga e vjetra, nxirja në sipërfaqe të fshehtës dhe rilindja, ashtu si gjarpri që ndërron lëkurën. Në rregull? Dhe në astrologjinë vedike, dielli, çfarë do të thotë eklips? Njerëzit nuk e dinë në fakt eklips. Unë kam bërë dhe etimologjizimin e kësaj fjale, por është dielli. Dhe kemi një planet në astrologjinë vedike që quhet Rahu, planeti hije. Po. Dhe do i dali përpara diellit, do e mbuloj diellin, kjo quhet eklips. Dhe është pak planet mistik ky Rahu. Dhe në fakt astrologjia perëndimore se përmend fare, domethënë sigurisht është asgjë gjë, në fakt ajo është një ngjarje shumë e rëndësishme. Aty do të ndodhë dhe Jupiteri në Gafore, siç është dhe tani. Dhe Jupiteri zmadhon gjërat, pra ngjarje tragjike ose dramatike që mund të ndodhin, kujdes në 12 gusht, do të zmadhohen më shumë për Jupiterit, do të ketë pasoja. Por gjëja që është që astrologët vedik e përsërisin, është më shumë tërmete gjatë kësaj periudhe. Kur të ndodh eklipsi në mënyrë globale, në rregull? Në mënyrë botërore kam fjalën, se toka nuk është glob, është e sheshtë. Për të paktën nga ana ime. Marsi kemi hyrë në Binjak në 2 gusht, dhe nga 12 gusht deri në 2 shtator kalon një nakshatra që quhet Ardra, pra hynia e stuhive. Stuhi, tërmetet, uraganet, fenomenet ekstreme të motit në këtë periudhë. Kështu që duhet kemi shumë kujdes. Po. 2 eklipset, kemi edhe një eklips tjetër hënor me 28 gusht, dhe gjatë eklipseve unë i këshilloj njerëzve pra 12 gusht dhe 28 gusht, kur të kemi eklipsin diellor dhe eklipsin hënor, unë nuk i këshilloj që njerëzit të hanë atë ditë shumë, gjatë eklipsit më mirë mos të hanë fare. Dhe kulmi i eklipsit është në orën 19:41 për Shqipërinë, okay? Në 12 gusht. Kurse në 28 gusht, eklipsi hënor e ka kulmin e saj në 6:04 mëngjesit. Nuk duhet pirë, nuk duhet ngrënë fare. Pse?
Sepse kur eklipsi diellor për shembull që del kë planeti hije, mbulohet, në fakt as ushqime jashtë nuk është mirë të lejme, jo më të hanë. Sepse nëse ham këto ushqim, kthehet si më thënë, jo në helm, po diçka e tillë, nuk është e mirë për stomakun. Nuk është e mirë dhe efekti i eklipseve zgjat 6 muaj pas eklipsit. Në rregull? Nuk duhet marrë vendime, domethënë, po do t'i marrim pak shenjat me radhë. Dhe një gjë e fundit përpara se të marrim shenjat, në 22 gusht, okay? 22 gusht është gjithashtu një datë për të fiksuar për njerëzit, domethënë sidomos në fakt për liderat politik. 22 gushti mund të jetë tmerr për liderat politik. Në gjithë botën po flasim. Atë ditë dielli bashkohet me një planet, domethënë pranë yllit Regulus që lidhet me mbretërin, liderat, udhëheqësat, figurat e pushtetit. Dhe mund të ketë tani këto janë spekulime, mund të ketë probleme, qoftë një përpjekje për atentat ose diçka e tillë. Mundet të ndodhi, nuk jemi të sigurt, do ta shikojmë, por kjo gjë pak a shumë ndodhi, pra kështu siç janë lyet në 22 gusht, ishin edhe kur në 10 shtator 2025, ose ajo dita kur Charlie Kirk u vra. Okay? Është një periudhë errët, prandaj do t'i kushtojmë vëmendje gjithashtu gjithë gushtit, sidomos pra këtyre datave. Në rregull, atëherë marrim shenjat me radhë? Po, nisi. Për personat që kanë ascendent dashi tek astrologjia vedike, muaji gusht paraqitet si e përzier. Venusi në Virgjëresht kërkon kujdes, kemi thënë dhe më përpara, me shëndetin, ushqimin, rutinën e përditshme. Është një periudhë e mirë për të filluar sigurisht, unë këshilloj meditimi lotusoshën që unë e baj, pra për qetësim, për balancë mendore, sidomos, unë e baj online, falas çdo javë, sigurisht kam thënë. Ndërhyrjet estetike të panevojshme duhen shmangur. Marsi në binjak, në 2 gusht, okay? Sjell më shumë guxim, dëshirë për të nisur projekte të reja. Favorizohen komunikimi, publikimi i gjërave, aktivitetet digjitale dhe udhëtimet e shkurtra. Për jemi akoma në dash, Mërkuri në gafore, pra me 5 gusht, mund të krijojë keq kuptime ose irritim brenda familjes dhe me të afërmit. Kështu që mos të çuditni po të ndodhi. Dhe sigurisht gjatë eklipsit diellor dhe hënor, kjo vlen për gjitha shenjat, por edhe për dashin, mos të merren vendime të rëndësishme gjatë 2 ditëve të eklipsit sidomos. Pra, nëse merr vendime sidomos gjatë eklipsit, thuhet që nuk shkon mirë më vonë. Është terslik. Gjithashtu shmangja udhëtimeve për dashët dhe ruajtja e qetësisë. Dielli në shtëpinë e 5 të tyre astrologjike e vendos vëmendjen tek krijimtaria, dashuria, investimet. Duhet shmangur ashpërsia me fëmijët, konfliktet romantike dhe këto shpenzimet ose spekulimet financiare. Kur hedh disa lek për të fituar, nuk është mirë të bëhet, sidomos gjatë 2 ditëve të eklipsit. Në jetën shoqërore mund të fitoni më shumë autoritet dhe ndikim, por e rëndësishme është të qëndrojmë larg polemikave, skandaleve dhe konflikteve publike për dashët. Pra në përgjithësi gushti sjell për dashët rritje profesionale, guxim, fillime të reja, por kërkon maturi në mënyrën e ushqyrit, në shëndet, në familje, dashuri, fëmijë dhe investime. Kalojmë tek shenja tjetër? Po. Për personat që kanë ascendentin e Demit, është e mirë për ata që duan karrierë, njohje shoqërore, por pak problematike për dashurinë, marrëdhëniet familjare dhe çështjet e pronave. Venusi në Virgjëresht për Demat, është për dobësi, mund të sjellë pasiguri në dashuri, në vendimarrje financiare. Nuk është kohë e mirë për të bërë investime të mëdha ose spekulime, sidomos pra nga një gushti. Ata që kanë fëmijë dhe janë familjare kështu gjërash, në marrëdhënie me fëmijët, shmangni presionin e tepër dhe mos merrni vendime të nxituara për edukimin e tyre. Për dashurinë nuk është shumë e mirë, propozimet, fejesat ose vendimet të mëdha romantike mund të mos japin rezultatin e dëshiruar. Marsi në binjak që do të hyjë pra në 2 gusht, mund të rrisë shpenzimet familjare, të sjellë ndryshime të papritura.
në martesë ose marrëdhënie. Duhet kontrolluar gjithashtu dhe mënyra të folurit të tyre. Sepse fjalët e ashpra mund të krijojnë shumë probleme pra më pas për një kohë të gjatë. Por e mirë për karrierën. Mërkuri në gafore favorizon komunikimin, mësimin, udhëtimet e shkurtra, do t'japin kënaqësi dhe eklipsi diellor në 12 gusht dhe eklipsi hënor me 28 gusht. Kujdes me udhëtimet, domethënë nëse mund të shmangen këto 2 ditë udhëtimet, blerje shtëpie dhe gjëra, kontratet e qiras, automjetet, çështjet e pronave. Mos merrni vendime të rëndësishme gjatë eklipseve. Dhe dielli do të hyjë në shenjën e luanit, që do të ndodh me 17 gusht. Okay? Do të familja, vlera tradicionale, të ketë zgjidhje të problemeve ligjore që lidhet me shtëpinë, pronat ose automjetet. Në përgjithësi, gushti është një muaj për të, domethënë, kujdes pra në dashuri, para, prona, udhëtime, ndërsa në karrierë është më mirë. Të vazhdojmë ato që janë ascendent binjakët, pra shenja e binjakëve? Po. Gushti sjell mundësi të mira gjithashtu për punë, për të ardhura, për zhvillim personal, por duhet të kenë absolutisht kujdes në lidhje me partnerin, partneren, udhëtimet që mund të bëjnë dhe komunikimet. Venusi në Vergjeresh, pra nga një gushti, mund të nxjerrë në sipërfaqe probleme të pasgjidhura që lidhen me familjen, shtëpinë, emocionet. Duhet t'i kushtohet vëmendje shëndetit, thot astrologjia vedike. Zemrës, pra harorit, mushkërive, veçanërisht nëse kanë patur pra shqetësime të mëparshme në lidhje me këtë gjë. Duhet të kenë kujdes, duhet të kenë më shumë rëndësi shëndetit. Në karrierë mund të shfaqen mundësi të reja për ta, ata që kanë kërkuar punë prej kohësh mund të marrin oferta ose të fillojnë një aktivitet të ri personal. Marsi në binjak rrit guximin, energjinë, autoritetin dhe praninë në shoqëri sidomos. Mund të sjellë fitime dhe lidhje të dobishme, por mund të bëj shumë impulsiv dhe dominues. Se Marsi t'jep një energji që ti je shumë impulsive, por nuk arrin dot ta mbarosh deri në fund një projekt ose diçka që ke nisur. Në martesë, ata që janë të martuar ose të lidhur, partneritetin, qoftë edhe partneritete në bizneset, duhet shmangur agresiviteti, sjellja e ashpër, pra jo mani për të kontrolluar tjetrin, duhet kenë shumë kujdes. Mërkuri në gafore favorizon të ardhmet, Mërkuri pra nga 5 gushti, kursimet, idet dhe respektin brenda familjes, gjatë eklipsit, diellor këshillohet kujdes me komunikimin, dokumentet, taksat, dhe pra të fokusohen të jenë më të qetë relaksuar në 12 gusht, sidomos në pjesën e qafës, të fytit të zemrës, këtë pjesë mund t'i preket më tepër, si thuash. Nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme me 12 gusht, absolutisht jo. Udhëtimet veçanërisht nëse janë të gjata, duhen planifikuar pra me kujdes gjatë periudhës së eklipseve. Në përgjithësi, gushti mund të sjellë rritje në karrierë, kjo është më e mira për ta. Për personat që janë ascendent gafore, mundësi të fuqishme për rikuperim financiar, më tepër komunikimin shumë e mirë, kujdes në punë dhe shëndeti, martesa ose partneriteti dhe vendimet gjatë eklipseve. Venusi në Vergjeresh e tyre mund të sjellë gabime në komunikim, në shkrim dhe keq kuptime me njerëzit familjarë, sidomos vëllezërit dhe motrat më të vegjël. Marsi në binjak mund të mbyll një cikël profesional dhe të hap një tjetër. Për disa mund të sjellë ndryshim pune, humbje të përkohshme ose lajme të mira për ata që kanë lidhje pune me jashtëtetit, në fakt. Marsi ju jep guxim për të korrigjuar gabimet dhe mund të ndihmojë në kapërcimin me kundërshtarët, konfliktet, pengesat e vjetra. Në shëndet duhet pasur kujdes, sidomos me nxehtësinë e tepërt në trup, inflamacioni ose zakonet e dëmshme të ushqyrit. Alkoolit këto gjërat duhet shmangur në këtë periudhë sidomos. Gjatë eklipsit nuk duhet pirë asnjë glënk.
ndikon shumë keq në stomak edhe në tretjen e ushqimit, por edhe edhe helmime dhe gjëra pra negative në shëndet. Pozicioni i Marsit do më thënë sjell këtë gjë. Merkuri në gafore formon një komplikim për sa i përket urtësisë, aftësisë analitike, mund të provoni veten në situata të vështira dhe të merrni rezultate afatgjate. Por kujdes gjatë eklipsit, duhet për ta të shmangin ndërhyrjet estetike, botox, trajtimet e panevojshme, gjithashtu edhe dentare ose operacionet kozmetike, por edhe dhëmbit, se do t'i preket kjo zonë, si thuash, e tyre. Kjo periudhë konsiderohet më e përshtatshme për qetësi, për meditim, Lotus Ocean do t'i këshilloja të thoni mantrat në shqip për të sjellë një relaks. Kur të jetë thuash stres nga përjashta, duhet një relaks më i fortë nga brenda. Në rregull? Eklipsi hënor me 28 gusht për ta mund të nxjerrë në sipërfaqe frikra të fshehura, pasiguri dhe materiale, gjëra të pavetëdijshme. Është e rëndësishme pra të ruhet një ekuilibër emocional. Në përgjithësi, gushti për ta është e mirë për rritje personale ose për gjëra spirituale, do të ishte e përsosur. Njerëzit që kanë luanin. Po. Okej? Po. Gushti sjell mundësi të mira për fitime, karrierë, zgjidhje të çështjeve familjare, kujdes me shëndetin dhe udhëtimet. Venusi tyre në Virgjëresh ndikon shumë dobët tek financat dhe të folurit e tyre, duhet të kenë shumë kujdes çfarë thonë, sidomos gjatë eklipseve, përpiqen më mirë mos flasin një me njërin se do zihen, do grihen. Nuk është mirë, fjalët mund të keq interpretohen në qoftë në familje, por edhe në punë. Mendoni mirë para se të flisni, pra për luanët. Nuk favorizohen ndërhyrjet estetike, gjithashtu dhe dentare të panevojshme. Marsi në binjak, që ndodh në 2 gusht, është pozitive për fitimet, kontratat, rrjeti shoqëror dhe shpërblimet nga puna që ke bërë më përpara. Aftësitë, njohurit dhe prania publike mund të sjellin përfitime financiare. Pra për luanët nga ana ekonomike, domethënë jo keq. Është kohë e mirë sigurisht edhe për të lidhur me ndonjë mësues, guru ose mentor, pra nga aspekti spiritual, për të marrë udhëzime. Unë do t'i këshilloja sigurisht meditimi Lotus Ocean, është të jetë e mirë për të qetësuar sidomos një luan kur irritohet. Merkuri tyre mund të sjellë përfitime edhe nga jashtë vendit. Gjithashtu, po, gjatë eklipsit diellor mund të dalin pra 12 gusht në sipërfaqe frikra të pavetëdijshme, nevoja për të qenë vetëm, dëshiron të dish gjëra për mistike, gjëra që si ke dëgjuar, si dija më përpara, papritmas, do të hyjë interesi. Të shmangen udhëtimet e gjata gjatë ditëve të eklipsit, madje dhe 1 ditë o 2 ditë para dhe 2 ditë brapa eklipsit. Nëse udhëtimi është domosdoshëm dhe duhet ta bëjnë, duhet kontrollojnë sigurimin shëndetësor, dokumentet, kushtet e biletës e këto gjërat, shpenzimet të papritura gjithashtu. Merkuri në Luan, që do të hyjë në 22 gusht, ndihmon në kontrollimin e zemërimit, komunikimit, pra është më mirë nga fundi i muajit për ta. Pra gushti në përgjithësi sjell fitime, sukses në konkurrime dhe gjëra, njohje shoqërore dhe zgjidhje të problemeve familjare. Nëse janë të matur dhe kujdes me shpenzimet gjatë udhëtimeve, nëse bëjnë dhe fjalët që thonë. Personat që kanë ascendentin Virgjëresh, sipas astrologjisë vedike, gushti për ta sjell mundësi të fuqishme në karrierë, në biznes, në lidhje shoqërore, në prona, por probleme me investimet, financat, shëndetin dhe egon. Pra Virgjëresha do të preket shumë sepse Venusi është në Virgjëresh, të cilën e kemi biseduar edhe më parë, dhe Venusi është i dobësuar në Virgjëresh. Kjo nuk do të thotë që domosdoshmërisht rezultate negative, por duhet të silleni pra me shumë pjekuri, pozitivitet dhe ekuilibër në mendime, por edhe në marrjen e vendimeve. Nuk këshillon investime të mëdha ose përdorim impulsiv i kursimeve.
Marsi në binjak, fiton forcë, sjell ambicie, veprim shtys të fuqishme për drejt suksesit profesional. Mund t'ju jepen më shumë përgjegjësi dhe të bëheni më të dukshëm publikisht gjithashtu në këtë periudhë. Favorizohen çështjet e pronës, shitblerja e banesës, qoftë ata që janë merren me këtë gjë, blerja e makine, shitje, zgjidhja e problemeve në shtëpi. Mërkuri në gafore, sjell mundësi të mira në tregti, biznes, grupe dhe rritje shoqërore. Mund të shihni dhe mund të keni kontakt me njerëz që ndihmojnë në punën projektet e juaja. Prania në publik në rrjetet sociale është shumë e mirë për ta në fakt. Nëse duan të bëjnë më shumë followers ose diçka e tillë kjo periudhë. Eklipsi diellor, mos jepni para hua, qëndroni larg debateve politike, skandaleve, grupeve ekstremeve ose deklaratat publike kundër dikujt. Është me pasoja, nuk duhet të merreni me kështu gjëra. Përfshirja impulsive mund të sjellë shpenzime dhe probleme me ligjet, ndërlikime ligjore. Dielli në Luan kërkon lëshimin e egos, tërheqjen nga zhurma e jashtme dhe përqendrim shpirtëror. Patjetër meditim. Në fakt, kur ndodhin eklipset të lashtët, futeshin në brenda, njerë nuk dilni për jashtë dhe unë gjatë eklipsit nuk e këshilloj njerëzit për gjithë shenjat, nuk e këshilloj fare që as të mos ta shikojnë eklipsin. Nuk duhet nuk është mirë ta shikosh. Se njerëzit kur ka eklipset i ke parasysh veshin ato syzet për të parë eklipsin diellor ose unë nuk e këshilloj fare, nuk është e mirë fare, është terslik. Jo vetëm që nuk duhet ta shikojnë, po mirë është mos t'jesh fare për jashta kur është eklipsi në fakt. Trish më mirë brenda. Dhe mos të hash dhe mos pish, thjesht futesh tek vetja jote. Këtë gjë bënin të lashtët kur kishte eklips. Nuk dinin si tani sot bëjnë foto, bëjnë gjëra, shpërndajnë. Nuk është mirë. Nga kjo është nga mungesa e paditurisë. Dhe një gjë fundit për virgjëreshët, kjo ishte për gjithë shenjat, por me që jemi te virgjëresha tani, Mërkuri në Luan mund të sjellë plane udhtimi për kujdes me shëndetin dhe sidomos gjatë udhtimeve, ilaçe dhe këto gjërat, ata që i kanë duhet patjetër të kenë kujdes. Gushti mund të sjellë këto gjëra për ta. Ascendentin peshore. E marrin? Gushti është një muaj me mundësi të mira për karrierën, udhtimet jashtë vendit dhe përmirësimin e gjërave në shtëpi. Probleme pak me shëndetin, gjendje emocionale, shpenzimet dhe marrëdhëniet shoqërore. Venus i dobësuar sjell ndjeshmëri emocionale më tepër tek peshorët. Lodhje, shpenzime të tepërta, nevojitet pra qetësi dhe shërim i brendshëm. Udhtimet mund t'i dalin mbi buxhet, kujdes, domethënë do të kenë atë ndjesim për të harxuar gjithsesi shumë. Marsi i tyre favorizon ndihmon në gjërat e shtëpisë, çështjet e pronës, forcimi i sigurisë familjare. Duhet t'i kushtohet vëmendje shëndetit të babait, ata që janë ascendent peshore në këtë periudhë. Mërkuri me Jupiterin është pozitiv për sa i përket profesioneve, punës. Mbrojtje profesionale, komunikim më të mirë, zgjuarsi dhe aftësi për të zgjidhur probleme. Gjatë eklipsit diellor me 12 gusht mos nxitoni të tregoni planet ose arritjet profesionale tuaja para se të konfirmohen. Shmangni udhtimet, vendime të mëdha, të cilët nuk ka nevojë të merren atë ditë. Madje një ditë përpara dhe një ditë mbrapa, as një ditë para, as një ditë mbrapa eklipsit. Pra jo 11, 12, 13 gusht. E njëjta gjë dhe me eklipsin hënor me 28 gusht. Dielli kur të hyjë në shtëpinë e tyre 11 astrologjike mund të ketë ndikim tek shoqëria, konfliktet, rrjetet sociale, mos reagoni nga egoja, kujdes, domethënë çfarë shkruan dhe çfarë gjërat publike. Në përgjithësi karrierat, çështjet e jashtme në vendet e huaja favorizohen, ndërsa kërkohet maturi pra nga gjendja emocionale edhe financiare. Unë do rekomandoja mantrën këtyre ta thonë me zë, me një trup të qëndërzuar nëse mundet dhe të thonë me zë, unë dua të kem balans në mendimet e mia. Ta thonë ja 30 herë atë ditë, sidomos gjatë eklipsit.
Ascendent akrepi, ata që janë ascendent akrep. Gushti sjell mundësi të mira për karrierën, dashurinë, fitimet, fëmijët, por problem në komunikim dhe zemërimin. Venusi në Virgjëresh mund sjell përfitimet gradualisht, shmangni ekspozimin e luksit, pasurisë, jetës personale në rrjetet sociale, absolutisht jo, nuk duhet, edhe kujdes, edhe komentet, sidomos që bëhen kundra jush, domethënë, mos u acaroni shumë. Marsi në binjak ndihmon të kapërceni frikra dhe të përballeni me çështje të fshehura, dhe vështirësitë avash avash, në fakt mund të kthehen në forcë. Sfida kryesore, zemërimi i papritur, ruani qetësinë në çështje ligjore, me policinë, madje autoritetet dhe njerëz me pushtet. Fjalët impulsive mund të përkeqësojnë situatën për shkak të vendodhjes së Marsit në shenjën e tyre në këtë mënyrë. Keni kujdes nga nxitimi, drejtimi agresiv, jo aksidentet, por mundet, domethënë, nëse jemi të balancuar, nuk do ndodhin. Por nëse nuk jemi të balancuar, zemërimet e këto gjërat, pra ka pasoja negative. Mërkuri në gafore favorizon gjëra spirituale. Dhe meditimi, guru, mentorët, dhe sidomos gjatë periudhës së eklipsit është shumë pozitive të bëhet pra meditimi. Dhe shmangni vendimet e nxituara. Dielli në Luan mund të sjell ambicie, dukshmëri, mundësi të fuqishme, domethënë ambicie për të rritur në karrierë. Mërkuri mbështet komunikimin profesional, do t'i ndihmoj pak Mërkuri. Po gjendja emocionale, domethënë, duhet të kenë më shumë balancë. Pra është një muaj i favorshëm për karrierën, fatin dhe marrëdhëniet, nëse kontrollojnë impulsivitetin dhe të ruajnë reputacionin me maturi gjatë eklipseve. Shigjetari? Shigjetari tani. Shigjetari. Gushti sjell mbështetje nga familja, përgjegjësi të reja profesionale, mundësi të mira, domethënë diplomaci dhe qetësi në martesë dhe në raportet me autoritetet. Venusi i dobësuar mund të ulë përkohësisht krijimtarinë e tyre, aftësinë për të punuar në grupe të mëdha, por mund të ndihen të izoluar. Në ambientin profesional duhet të tregojnë shumë më diplomatik. Komunikimi drejt për drejt mund t'i lëndojë të tjerët dhe sidomos mund t'i krijojë probleme në punë. Familja, shtëpia do t'ju japin mbështetje sigurinë emocionale, favorizojnë përmirësimet në banesë, pronat, nëse kanë zgjidhje probleme pronash, automjeti, shtimi i rehatisë familjare. Por për sa i përket partnerit dhe partneres mund të kenë pra pak probleme sepse Marsi do të jetë në shtëpinë e 7 të tyre, në shtëpinë e partneritetit, si më thënë. Shmangni zemërimin, dominimin, reagimet impulsive ndaj partnerit. Dhe kujdes, domethënë mos marrin vendime për një herë. Mund të ketë Mërkuri në gafore favorizon zgjidhjen e problemeve në punë, situata të ndërlikuara, inteligjenca juaj mund të sjellë fitime dhe njohje të papritura në karrierë. Gjatë eklipsit tregoni shumë të kujdesshëm me udhëtime të gjata, mund të ketë pra nuk e di ndërprerje, ndryshime të papritura për ta. Nuk favorizojnë udhëtimet. 12 gusht dhe 28 gusht. Është shumë e mirë kur dielli Luan të forcoj mundësinë për njohjet, mund të krijojnë debate me baban, njohje, domethënë me një guru do ishte më mirë meditimi këto gjëra sigurisht gjithmonë zgjidhin problemet. Djegjen e karmave të këqija, të kërkuarit, të mësuarit, se si mësohen, domethënë për shembull tek meditimi lotusoshëm ne mësojmë ndër të tjera se si digjen karmat e këqija. Duke folur nga qendra e gojës dhe duke thënë mantrat në shqip sidomos. Dhe duke bërë dhe tokëzimin, përshëllojmë patjetër tokëzimin të prekin këmbëspathur tokën. Është shumë e mirë, lidhja me natyrën është e favorshme. Eklipsi hënor e drejton, këto dy eklipset do t'i bëjnë këta që të bëjnë më shumë shpirtëror. Nëse nuk janë, atëherë do t'i detyrojnë të ndodhë diçka. Okay?
Ata që janë ascendent Britsjapi, Po. gushti favorizon suksesin në konkurrime, partneritete, për probleme në udhëtimet, marrëdhënie dhe shpenzimet impulsive. Venusi në Virgjëresh i sjell pengesa në udhëtimet e gjata, ata që studiojnë gjërat në shkollë të lartë, marrëdhëniet me mësuesit, me mentorët, duhet të kenë kujdes, shpani debatet filozofike, mendoni mirë përpara regjistrimeve në studimet e reja, ata që janë student. Marsi në binjak është i favorshëm për kapërcësimin e kundërshtarëve, sido që të jetë probleme në punë dhe çështjet ligjore. Marsi sjell i guxim për ta, domethënë fitim kundra kundërshtarëve. Aftësi për të marrë përgjegjësi për vendimet e duhura. Mërkuri në Gafore sjell keqkuptime, pritshmëri të larta në marrëdhënie partnerit, kontratat, kujdes, partneritetet, tregti, bizneset, duhet të kenë shumë kujdes në këtë periudhë. Gjatë eklipsit diellor kërkohet kujdes për juve, domethënë njerëzit që janë të lidhur dhe që kanë probleme, marrëdhënie toksike, jeta intime do të preket në këtë periudhë për ta. Dielli në Luan do të sjell nxjerrje në sipërfaqe emocione të fshehura. Mos veproni pa maturi. Gjatë eklipsit hënor kushtoj vëmendje shëndetit, sidomos fyti, goja, stomaku, në këtë dhe pjesa e sistemit tretës. Unë do t'i këshilloja që të fillojnë ushqimet vegetariane. Okej. Ata që janë ascendent ujori, dëgjojmë? Po, dëgjohesh. Po? Dëgjojmë, okay. Ujori. Ujori. Ujori, gushti sjell transformime në karrierë, financa, marrëdhënie, por kërkon kujdes të veçantë, pra problem mund të jetë shëndeti, konflikte të punë, martesë, fejesë dhe dokumentet në lidhje me këto gjëra. Venusi i dobësuar në Virgjëresh mund të sjellë ndjeshmëri, pasiguri, nevojën për më shumë përpjekje financiare. Mund të ketë pra shpenzime për shtëpinë, për makinat, për automjetin dhe shëndetin. Pozitivisht mund të përmirësohen çështjet e trashëgimisë, nëse kanë gjëra trashëgimi, është mirë para nga burri, nga gruaja, përfitimet, parave ose trashëgimisë pra nga të tjerët. Dhe është një periudhë që favorizon kërkimin. Do të mund të kenë dëshirë për të shkuar në shkenca dijet okulte, çështjet gjëra të fshehta, mistike. Marsi në binjak, sjell ndryshime të papritura në karrierë, mund të marrë një ofertë pune ndoshta. Pra Marsi në binjak në 2 gusht, marrëdhënia, komunikimi me fëmijët përmirësohet, udhëtimi me tash i favorizueshme. Mund të shfaqen fitime të papritura nga investime spekulative, por nuk garanton 100% sukses, por është mirë për ta ujorët në fakt. Mërkuri në Gafore mund të nxjerrë në sipërfaqe ndonjë gabim ose problem që duhet zgjidhur. Gjatë udhëtimeve, sido që të jetë, mirë është të kontrollojnë dokumentat, vizat, sigurimet, rezervimet. Gjatë eklipsit diellor 12 gusht, mos neglizhoni shqetësimet shëndetësore. Shmangni rreziqet fizike, ngritjet e peshave të mëdha, përfshirje në konfliktet, sidomos dhe me kolegët. Dielli në Luan mund të krijojë një konkurrencë dhe dominim, përplasje në partneritete në fakt, në biznes, në punë, por edhe në përplasje egoje në martesë. Okay? Të mos imponojmë gjithmonë këndvështrimin ton. Mërkuri në Luan favorizon, domethënë do të ndihmojë në fund të muajit, do të jetë shumë më mirë për ta kur Mërkuri të hyjë në Luan. Eklipsi hënor për ta do të ndikojë, sepse do të vendos tekstin të ekuilibrit ndërmjet vetes dhe partnerit, pra gjërat me partnerin do të ndikohet tek ta. Edhe sigurisht puna shpirtërore që bëjnë do t'i sjellë pozitivitet, nëse merren me gjëra spirituale. Këto dy eklipset janë shumë spirituale. Gjëra spirituale do t'i bëjnë njerëzit e thjeshtë, kurse problemet që mund të kenë janë liderat pra. Atëherë marrim shenjën e fundit? Peshqit.
Peshit. Gushti sjell mundësi të mira për karrierën, financat, pronën, punën, por kërkon kujdes, ekuilibri emocional. Dhe peshqit janë në përgjithësi të ndjeshëm, është një shenjë që i përket ujit, gjendja emocionale. Venusi dobësuar në Virgjëresh mund të sjellë keq kuptime, zhgënjime, vonesa në martesë, fejes, partneritete. Marrëdhëniet kërkojnë më shumë durim, përpjekje dhe diplomaci. Frikrat dhe pasiguritë e vjetra mund të marrin fund kur çështjet e fshehura dalin në dritë. Marsi në binjak favorizon shitblerjen, rinovimin e pronës, ata që duan të merren me këto gjëra, riparimi i automjetit, ndryshimet, gjërat në shtëpi është e favorshme. Marsi mbështet fuqishëm karrierën dhe fitimet. Mund të rikthehet motivimi profesional dhe të vinë të ardhura ose përfitime që keni pritur prej kohësh. Mërkuri në gafore së bashku me Jupiterin favorizon krijimtarinë, komunikimin. Ata që janë pa punë mund të gjejnë një mundësi të re në këtë periudhë. Eklipsi diellor, reputacioni, kujdes me gjërat që bëni publike, mos u merrni, sidomos gjatë eklipsit diellor 12 gusht, konflikte romantike, informacionet private mund të përdoren kundra jush. Kujdes, mos atë ditë. Mos bëni gjëra publike, marrëdhëniesh ose gjëra private, ose mund të publikojnë pa dashje diçka që nuk duhet kushin publikuar. Dielli në Luan forcon aftësinë për të përballuar me kundërshtarët, sido që jetë nga mesi i muajit, dhe mund të kërkojnë pra më mirë, më forcë gjatë mesit të muajit dhe në fund të muajit, pak më mirë për ta. Madje kur të hyjë Mërkuri në shtetin 6 astrologjike, zgjidhja e konflikteve, çështjeve ligjore, rrugdalje praktike është e mirë. Por gjatë eklipsit hënor, në 28 gusht, peshqit mund të kenë ankth, pagjumësi, ngarkesë emocionale. Sigurisht, zgjidhja është patjetër praktika shpirtërore, meditimi lotusoshëm, përsëritja e mantrave, futja domethënë tek vetvetja dhe ndriçimi i brendshëm, sepse dielli dhe hëna, si thua, do të mbulohen dhe bëhet errësirë. Atëherë, kur bëhet errësirë dielli, që për shembull di eklipsi diellor, do të thotë që nuk ka më dritë, apo jo, nuk ka dritë, dhe atëherë drita e brendshme është e fortë, kurse drita e përjashtme ulet. Në rregull, këto ishin për shenjat. Atëherë Afrodita, unë dua të di se cila do jetë shenja më me fat për këtë muaj. Patjetër. Shenjat më të favorizuara, akrepi për sa i përket karrierës, fitimeve, sfida ishte kontrolli i zemërimit, binjakët, puna, të ardhurat, zgjidhja e problemeve të vjetra, Luani, mundësi për fitime, kontrata, sukses në rritje shoqërore, rrjete sociale, Britsjapi, sukses në intervistat, çështjet ligjore, më shumë këto. Po në dashuri, kush do jetë shenja më me fat në dashuri? Shenja më e mirë për dashurinë ishte prindësh kupton pak tani këtu. Për dashurinë e kundërta e Virgjëreshës. Domethënë, përveç Venusi është në Virgjëresh, domethënë është pak më mirë ata që janë ujori, është më e mira. Ujori. Dhe gaforja shumë mirë për komunikimin, zhvillimin personal. Kurse Virgjëresha është pra ajo që preket më tepër. Edhe mirë dhe për gjithashtu demin. Okej? Kuptoj. Afrodita, të falenderoj. Ishte kënaqësi. Falenderoj që ishe prap pjesë e emisionit Vibe dhe do jesh gjithmonë e mirëpritur, pasi kemi marrë shumë komente pozitive në lidhje me ty dhe të duan i gjithë publiku jonë të dan ty. Falenderoj shumë. Wow. Kënaqësi. Përshëndesim dhe gjithë publikun. Faleminderit. Është kënaqësi për mua. Faleminderit. Kalofshi bukur. Shihemi rast tjetër. Kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube.
Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.